Agim Faku, një nga emrat e mëdhenj të sportit shqiptar, sot në përfitoren 80 të ditëlindjes të një ikone të sportit shqiptar si Faruk Kalleshi, nderi i kombit. Është e vërtet. Me 2 korrigjime të vogla. Sot unë nuk jam se jam sportisti i madh, po i vogël, jam mik i Faruk Kalleshit. Farukun e takova herët shumë rreth 60 vjet përpara. Mendoni sa është Faruku e sa jam unë. 60 vjet përpara. Adoleshent, ai erdhi një talent i djemve të Shkodrës në klub Partizani dhe solli me vete talentet e mëdha që ka prodhuar Shkodra. U rritëm bashkë, ai u bë një sportist i madh, një sportist që nuk jam unë vetëm shoku i tij krenar, krenar është gjithë Shqipëria që kishte një sportist si Faruku. Sot është 80 vjeç. Çfarë mund t'i urosh Farukut? Thjesht mund t'i urosh Faruk, u bofsh aq sa rekorde kombëtare ke thyer, që janë mi 100. Pra Faruku me 100 rekorde kombëtare është një njeri që i përket kombit, nuk i përket as Shkodrës, as Partizanit dhe as familjes tij, vetëm familjes tij. Ne duhet mësohemi ta kuptojmë që sporti është kulturë kombëtare. Si kulturë kombëtare, historinë atit ne duhet ta ruajmë. Duhet ta ruajmë, mos lejojmë që të tjetërsohet, që të shtrembrohet nga njerëz të cilët edhe sot vazhdojnë të shtrembrojnë atë. Për mua është kënaqësi e madhe, është privilegj i madh që kisha një mik dhe një shok si Faruku. I uroj atij gjithë mira, familjes tij më të mirat e mundshme. Miq, jo vetëm në fushën e sportit, por keni vijuar të jeni deri në ditët e sotme. Ju thash, në jetën e përditshme. Ju thash 60 vjet mik. E kam 60 vjet mik. Imagjinoni se sa miqësi e fortë është miqësia me Ismail e tij. Po është miqësi e farktuar në sport. Prandaj ju thash, sporti është kulturë kombëtare e ne duhet ta ruajmë gjithë bashkë. Ishim Agim Fakun, këtë emblem të sportit shqiptar për të cilin ka folur historia. Ka dhënë shumë për Partizanin, kombëtaren dhe për gjithë Shqipërinë, por sot nderoj, respektoj një mik të tij tek ka hershëm në klubin Partizani si Faruk Kalleshi që u bën miq, siç e theksoi vetë Faku, në klubin Partizani dhe vijuan për 60 vite me miqësinë sportive dhe familjare. Është e vërtetë. Kënaqësi e veçantë që ju thash është privilegj. Është privilegj. Event dhe dhat komunime për Faruk Kalleshin. Faleminderit Agim Faku. Është privilegj sepse është dhe shkodran që unë i kam për zemër. Bukur, nuk është tjera parë që e thoni. E keni theksuar edhe herë të tjera. Pas Tiranës, qyteti im është Shkodra. Agim Faku e theksoi pas Tiranës, qyteti im është Shkodra. Kaq mjafton. Faleminderit Agim Faku. Do të them edhe një gjë tjetër. Po. Timat deri ditën që hikur, aty ku ikin gjithë, kishte mirënjohje, respekt të jashtëzakonshëm për gjithë sportistat shkodran që erdhën dhe shkëlqyn Partizanin. Mirënjohje, respekt për familjen Faku.